Dhe pikrisht në lidhje me barazinë gjinore, që është duke diskutuar në Komisionin e Ekonomisë dhe do të vijojë të ketë diskutime edhe në komisionet e tjera, do të diskutojmë me sociologun zotin Gëzim Tushi, sepse ditën e dieshme edhe Instat ka publikuar disa dhëna për sa i përket nivel ndërlidhjes midis barazisë gjinore, grupeve ndryshme në shoqërinë shqiptare dhe rrezikut me varfërinë. Zoti Tushi, përshëndetje, mirë se erdhët. Përshëndetje, faleminderit për ftesën tuaj. Atëherë, duke marrë shkas nga diskutimet në Komisionin e Ekonomisë dhe Financave në lidhje me projekt ligjin për barazinë gjinore. Detajet e projekt ligjit nuk i kemi, por synimi është parafrohet me ato të Bashkimit Evropian. Fillimisht, në vendin tonë, barazia gjinore në çfarë pike është? Pa diskutim, problemi i barazisë gjinore në Shqipëri në këto 3 dekada e gjysmë ka pasur një evolucion të natyrshëm dhe ka pasur dhe ka ndryshime, por megjithatë në instancë të fundit, sipas gjykimit tim, lufta për barazi gjinore në shoqërinë shqiptare është një betejë akoma e pafituar plotësisht. Prandaj dhe kjo betejë ka nevojë për mbështetje ligjore, ka nevojë për mbështetje institucionale, financiare, për ndryshime konceptuale që kanë të bëjnë me ndryshimin midis raporteve midis maskilizmit dhe feminizmit. Pra janë disa gjëra që kërkojnë një ndryshim shumë të madh. Këto shfaqen, barazia gjinore shfaqet në gjitha strukturat e jetës sociale, në radhë parë njerë shfaqet në familje. Dhe siç e dini, akoma familja shqiptare strukturalisht nuk funksionon, nuk ka një drejtësi dhe barazi gjinore midis meshkujve dhe femrave në të. Akoma familja shqiptare vazhdon të jetë maskiliste, vazhdon të jetë në një farë mënyrë paternaliste dhe kjo ndihet në personalitetin dhe në statusin e gruas shqiptare në shoqëri. Por besoj që problemi është edhe mëtej, ka të bëjë me sferën publike, me jetën ekonomike, jetën politike e tjerë. Ka ca ndryshime që duhen pranuar. Bie fjala, prezenca gjinore në sferën politike në këto vitet e fundit ka pasur një ndryshim të vërtet të jashtëzakonshëm. Dhe duhet të thënë që përfaqësimi i gruas në pjesën elitare, në bordin e shoqërisë, në elitat kryesore është i dukshëm. Jemi në barazi, thuajse. Madje në disa raste mund të jetë diskriminuar meshkujt. Por problemi, si sot Sheryl Sandberg, një ish drejtuesja e një kompanie shumë të madhe, nuk është fjala vetëm për këto bletët mbretëresh, por është fjala edhe për këto bletët punëtore, për këto gratë të zakonshme që janë në situatë të vështirë dhe që kërkojnë mbështetje akoma më të diferencuar, qoftë nga pikpamja ekonomike, qoftë nga pikpamja sociale. Kështu që ky është një problem që duhet vlerësuar. Megjithatë, unë jam i bindur që debati që po bëhet është pozitiv. Natyrisht ligji i ri është kompleks, ka disa gjëra që kanë të bëjnë me mbështetjen e grave në aspektin politik, në aspektin ekonomik, institucional, në familje, dhe këto kërkojnë buxhetime. Duke përfshirë edhe debatin gender, që është edhe kjo një temë e nxehtë, është një patate e nxehtë te këtij ligji që është në diskutim, që ka të bëjë me problemet e përcaktimit binar të gjinisë burr, grua apo dhe të tjera identitete. Ndërkohë, thjesht për të sjellë një shembull, zoti Tushi, vetëm 6.2% e bordeve në Shqipëri përbëhen nga gratë. Pra, ai niveli i bletëve që u e përmendët, gratë në politikë, pavarësisht se mund të ketë barazi aty, vetëm pak fare më poshtë tek bizneset zbret nga barazia, që do thot 50% zbret nivelin e 6.2%. Pra puna duhet bërë në çdo sferë të mundshme të shoqërisë. Shikoni, pa diskutim, unë mendoj që mbështetja e grave në përgjithësi për të siguruar barazinë gjinore nuk është vetëm nuk zgjidhet deus ex machina nga lart. Është një gjë që ka 2 aspekte kryesore ky ekuacion. Spari ka të bëjë me mbështetje që duhet bëhet me politika specifike, me një lloj diskriminimi gjinor që ne kemi quajtur deri tani, që është një term çik i diskutueshëm, që do të thotë të favorizohen gratë, jo në mënyrë subjektive, po për meritat e tyre të barabarta me meshkujt do të ishte mirë që të favorizohen ato. Por ka dhe një problem tjetër që është problemi brenda gjinor. Unë mendoj që gratë në shoqërinë shqiptare ka nevojë edhe për një betejë brenda tyre, brenda vetes së tyre, për të qenë më shumë ambicioze, për të synuar më shumë suksesin, paran, karrierën. Ka ndryshime, pa diskutim, ka ndryshime. Por me sa duket to barierat maskiliste, sidomos në këto pozicionet që janë të paguara, që kanë benefite materiale dhe favore financiare,
meshkujt i kanë strategjemat më të holla, i kanë mjeshtërit më të spikatura dhe solidaritetin midis të cilave, solidaritetin, dhe këtu duhet ta theksoj pak, si një tëmet absolutisht endemike të shoqërisë shqiptare, që solidariteti midis meshkujve për të realizuar qëllimet individuale është më i fortë se sa solidariteti midis femrave. Kam shumë xhelozi është dukshëm, është e vërtet. Te femrat ndihet më shumë dhe ato nganjëherë më shumë se e kanë inatin në thonjza me meshkujt, e kanë inatin me njëra tjetrën dhe duke hyrë në këto betejë brenda për brenda gjinisë, natyrisht që favorizohen meshkujt për të dalë më fitimtar nga kjo betejë. Kështu që prandaj them që problemi është kompleks dhe arritjet kërkojnë jo vetëm legjislacion adekuat të përmirësuar që t'i përshtatet kohës dhe standardeve të Bashkimit Evropian, por duke qenë që jemi në një terren ballkanik dhe në një shoqëri fare deri para pak kohësh tërësisht maskiliste dhe paternaliste në gjithë sferat e jetës, kërkohet që të ketë edhe një mbështetje morale për gratë në rrugën e progresit të tyre social. Një problem kam përshtypjen mund të jetë edhe fakti që për të njëjtin pozicion pune, qoftë nivele drejtuese, qoftë edhe nivele më të ulta, meshkujt paguhen më shumë krahasuar me femrat. Mbase kjo ka të bëjë më tepër me të kaluarën, me historinë e shoqërisë tonë përgjithësi jo të atyre individëve, se sa realisht me aftësitë që ka njëri apo tjetri për atë pozicion pune. Jo, unë besoj që për të njëjtat pozicione pune nuk ka diskriminim. Pra në një post i cili ka një pagë të caktuar, nëse atë pozicione siguron një mashkull apo një femër, nuk ka asnjë diskriminim për shkak të identitetit gjinor. Kjo nuk ndodh. Të pak edhe në Shqipëri kjo nuk ndodh. Pra, paguhesh sipas pozicionit dhe vendit të punës që kryen. Por problemi është që kur vjen puna për të zgjedhur funksionin sistemi vlerave, sistemi meritës, pastaj futen këto format e tjera siç është politika, politizimi, nepotizmi, krajinarizmi, në të gjitha këto instrumente që nuk janë demokratik, meshkujt janë më të favorizuar. Janë më të favorizuar sepse kanë pjesëmarrje më të madhe në politik, janë më të shumë në elitat, në bordet e partive politike, në kryesitë e tyre, në komitetet e tyre drejtuese e tjera, dhe kjo bën që kur vjen puna për ndarjen e tortës të funksioneve në shoqëri, ata janë më të favorizuar. Kështu që unë mendoj që kjo teoria e kuotave dhe praktika e kuotave në Shqipëri akoma duhet mbahet në këmbë si një instrument që siguron një farë diskriminimi. Fjala vjen sikurse është përcaktimi i numrit të femrave deputete në krahasim me meshkujt në një zonë të caktuar elektorale, është një element shumë pozitiv. Kjo duhet përhapet akoma kjo limfa gjinore e demokracisë dhe barazisë të femrave me meshkujt në pozicione të caktuara duhet zgjeruar dhe unë besoj, nuk e njoh këtë ligjin e fundit se çfarë ndikime dhe reperkusione pozitive do të sjellë ajo. Urdhoni? Sot kanë filluar diskutimet, kështu që në vim do kemi më tepër detaj. Uroj që ai ligj të jetë një ligj që duhet të favorizojë, duhet të mbështesë gratë në të gjitha pozicionet e saj, qoftë gratë si familjare, si bashkëshorte, si nëna, si punonjëse, si qytetare të Shqipërisë. Ndërkohë, zoti Tushi, për ta lidhur edhe me anketën e të ardhurave dhe nivelin e jetesës të realizuar periodikisht nga Instituti Statistikave, rezulton se vjet re një rënje e lehtë e nivelit të varfërisë në vendin tonë, por sërish gratë dhe fëmijët janë më të ekspozuar ndaj këtij fenomeni që mbase në një farë mënyre ka lidhje edhe me ato që ne po diskutojmë deri më tani. Është sërish faji, nëse mund ta quajmë kështu, i stadit në për cilin është zhvilluar shoqëria shqiptare? Shikoni, problemi i varfërisë është një plagë e madhe sociale e cila ka shoqëruar shoqërinë në mënyrë të pandërprerë gjatë gjithë historisë së tij. Po në këto 35 vjet për shkak të reformës të ndryshimit të sistemit ekonomik, për shkak të kalimit nga ekonomia centralizuar, kolektive dhe planifikuar në ekonominë e lirë, liberale dhe gati individualiste, do të sillte patjetër të zhbalancim të raporteve të njerëzit me tregun e punës dhe me të ardhurat e tyre. Kështu që varfëria ka qenë e pranishme. Mjafton t'ju jap një statistikë. Në kohën që unë kam filluar punë në një nga këto institucionet të Ministrisë së Punës dhe Çështjeve Sociale, në vitin 98 ishin 150.000 familje në skemën e ndihmës ekonomike. Sigurisht ishte periudha pasi ndodhën ngjarjet tragjike të vitit 97, prishja e shumë bizneseve, humbja e vendeve të punës. Kjo ishte e kuptueshme në atë periudhë, por gradualisht është zbutur
Dhe sot që flasim janë po e masim varfërinë me numrin e familjeve në skem në ndihmës ekonomike, ka arritur në 49.000 familje. Pra ka një rënje edhe në raport me vitin e kaluar, një zbutje të lehtë të numrit të familjeve që janë në skem, që janë në nivelin e varfërisë. Pra janë ato që kanë të ardhurat pa mjaftueshme, të ardhurat pa barabarta. Kështu që kjo besoj është një plagë e cila ritmet e ndryshimit të saj akoma nuk janë shumë premtuese. Kjo është e lidhur padyshim s'pari me politikat ekonomike, është e lidhur me dinamikën e tregut punës, po është e lidhur dhe me aftësitë individuale, dhe këtu unë mendoj që duhet ta theksojmë në mënyrë eksplicite marrëdhëniet me punën, me tregun e punës janë marrëdhënie individuale që kërkojnë shprehi, shkatësi, manovrim të shpejt për të adoptuar me tregun e punës, ndryshim të profesionit, pra një lloj dinamike e cila shpeshherë tek njerëzit tanë ka një lloj ngurtësie, ka një qëndrimi në pritje të godosë, duke bërë kritika që çfarë po bëhet, çfarë s'po bëhet, ku janë vendet e punës, pse sapen. Tani ky është tregu i punës dhe çdo njeri individualisht duhet ta luftojë këtë. Për sa i përket problemit të grave dhe të fëmijëve, pa diskutim, mbeten dy grupet më të marginalizuara nga pikpamja sociale dhe që statusi i tyre në raport me varfërinë është më i favorizuar. Dhe kjo ka arsyet e veta. Për sa i përket problemit të varfërisë të gratë, kjo është e lidhur natyrisht me faktin që ne duhet ta pranojmë që niveli i punësimit të grave në shoqërinë tonë është më i ulët se sa ai i burrave. Pra të ardhurat nominale të gratë janë më të pakta se sa të burrave. Kjo është e lidhur mbase edhe me konceptin, akoma ne kemi në shoqërinë tonë konceptin e gruas familjare, gruas zonjës shtëpisë, e cila qëndron në shtëpi dhe pret të ardhurat nga burri. E para, e dyta, në shoqërinë shqiptare janë shtuar shumë numri divorceve, ka arritur në 30%, dhe po ju garantoj që një pjesë e madhe e grave të divorcuara vjen në varfëri, sepse o janë të papunësuara o nuk janë të favorizuara në tregun e punës. Kështu që situata tek e varfërisë të gratë është gjithmonë është shprehje në kuintesencën e saj, është e lidhur me faktin që edhe në tregun e punës ka një lloj diskriminimi maskilist. Dhe bashkë me një lloj patriarkalizmi të shoqërisë shqiptare që mendon se të ardhurat kryesore duhet t'i sjellë burri. Pra një grua edhe mund të punojë edhe mund të mos punojë, rëndësi ka që të ketë të ardhurat e mjaftueshme. Gratë e divorcuara bjen shpejt në varfëri, një pjesë e madhe e tyre bjen në varfëri, mbajnë në ngarkim dhe fëmijët, kështu që në këtë kontekst mendoj që është e nevojshme jo vetëm për t'i ndihmuar, për t'i afirmuar ato në tregun e punës, por duke u përpjekur dhe ato vetë, por dhe për politika sociale në një farë mënyrë një lloj diskriminimi pozitiv për t'i mbështetur gratë në mënyrë që ato të kenë një situatë të tillë. Për sa i takon fëmijëve, do e mos edhe fëmijët bëjnë pjesë në grupin sipas studimit të Instatit, i cili akoma qëndron në nivele të larta të varfërisë, megjithë që edhe këtu ka zbutje. Për sa i përket fëmijëve, kjo është e lidhur fëmijëve, po flasim në konceptin universal të fëmijë dhe adoleshentë, pra nën moshën 18 vjeç, që do të nën 17 vjeç, që sepse deri në 15 vjeç ju lindet drejta për të futur dhe fëmijët në tregun e punës, në vende pune të përcaktuara për moshën e tyre. Tani pjesa më e madhe e këtyre fëmijëve duhet parashikojmë se cilët janë këta fëmijë që bien në varfëri. S'pari janë fëmijët e familjeve të varfra, dhe një familje që jeton me ndihmën ekonomike dhe që është në gjendje varfërie, do e mos i dhe fëmijët janë në gjendje të tillë, domethënë nuk i plotësohen kërkesat e tyre. Së pari, së dyti ka tek familjet e divorcuara, përsëri situata e fëmijëve me familjet divorcuara bëhet e vështirë, aq më tepër kur siç e dini ato kontradiktat e detyrimit ushqimor në shoqërinë shqiptare her pas here bën casus belli, bën çështje penale dhe kjo shkarkohet në kurisë të fëmijëve. Por ndërkaq kemi një pjesë të fëmijëve që bëjnë punë të këqija, domethënë është fjala për ata fëmijë që lypin rrugëve, një pjesë e fëmijëve i kanë filluar të jenë të përfshirë në krimin minor, në vjedhje, në veprime të tjera kriminale, dhe kjo ka një pasojë tjetër në varfërimin e tyre. Pa diskutim kemi dhe kategorinë e fundit të fëmijëve, në këtë rast të fundit jo në kuptimin pejorativ, po të fundit nga renditja në raport me varfërinë, që ka të bëjë me fëmijët jetim. Dhe ne, siç e dini, akoma e kemi edhe këtë fenomen të fëmijëve jetim dhe të fëmijëve që jetojnë të pashoqëruar në emigracion. Kemi akoma fëmijë që ende në rrugëve të qyteteve europiane, pa kujdesin prindëror, të cilët jetojnë dhe ata në varfëri. Pra situata me fëmijët është e tillë. Një gjë është
është e mirë që qeveria shqiptare po tenton të ndërtoj politika mbështetëse për të përmirësuar situatën e fëmijëve. Vitën përpara u miratua bonusi i fëmijës me bonusi për çdo fëmijë, 400.000 lekë të vjetra, 800.000, 1.200.000 dhe tani në ligjin e ri vendi i bonusit është zhvendësuar me një pagesë monetare financiare për çdo fëmijë, për fëmijën e parë, për fëmijën e dytë dhe edhe të tretë në mënyrë mujore, pra do të jetë gati si një pagesë e përhershme. Edhe kjo është një ndihmë që do të jepet. Megjithatë, unë mendoj që problemet që kanë të bëjnë me fëmijët janë komplekse. Janë ato që kanë të bëjnë me mirëritjen e tyre, me shëndetin e tyre, me shkollimin e tyre, me plotësimin e kushteve optimale në mënyrë që ata të rriten të shëndetshëm dhe të mos jetojnë në varfëri. Nëse kalojmë, profesor Tushi, në ekstremin tjetër, ata që janë mbi 64 vjeç të moshuarit kanë nivelin më të ulët të varfërisë. Në 13.8% bëhet fjalë për shifrat e vitit 2024. Është një e dhënë që në një farë mënyre sjell shpresë në lidhje me standardin e jetesës së atyre personave që kanë punuar gjithë jetën dhe në fundit një pjesë e mirë e tyre ja kanë dalë që përveç pensionit të kenë edhe një kursim për të bërë një jetë dinjitoze. Ta ndajmë në dy pjesë këtë çështje. Së pari me raportin e punësimit të moshës 18-64-65 vjeç, që është mosha e punës, dhe pastaj për pjesën e dytë që ka të bëjë raport me pensionin, me varfërinë e pensionistëve. Mendova ta linim për në fundat pjesën kryesore. Dakor. Atëherë po flasim për këtë pjesë. Shikoni, statistikisht vazhdimisht është vërtetuar që kjo mosha nga 18 deri në 64 është pjesa e moshës që është në moshë aktive, pune. Nuk është i njëjtë angazhimi në punë i grup moshave 18 deri në 40 dhe 40-64. Patjetër. Në tregun e punës, më të garantuar, më të stabilizuar, më të qëndrueshëm dhe me të ardhura më të qëndrueshme janë këta nga mosha 40 deri 45 deri në moshën 65 vjeç. Kjo flet për faktin që spari ata kanë qenë të punësuar, po flet edhe për një lloj qëndrueshmërie që ka ky brez, kjo moshë në raport me punën. Dhe kjo është e vërtet. Pjesa e kësaj moshe është rezistente, i pranon sfidat, i pranon vështirësitë, i sfidon vështirësitë, ka një qëndrueshmëri ndaj halleve dhe problemeve dhe kjo bën që pikërisht kjo fash moshore 40-65 është që ka nivele më të larta të punësimit në raport me tregun e punës. Për sa i përket nga mosha 18 deri në 40, sikurse e dini, niveli i papunësisë është më i lartë. Dhe kjo ka disa arsye. Çfarë ka një problem që për mendimin tim ka të bëjë me industrinë e dijes në shoqërinë shqiptare. Ky problemi i raportit të rinjve me universitetet tona dhe me aftësitë e tyre për të qenë kurrikulat e tyre për të qenë kompatibile me kërkesat e tregut të punës është një emet serioze alarmante. Dhe për mendimin tim, industria e dijes në shoqërinë tonë akoma ka një lloj artificialiteti, ka një lloj inflacioni, një lloj lëshimi të diplomave kot. Dhe unë kam thënë vazhdimisht, po e them edhe tek ju, që kemi një rritje të asaj kategorie që quhen proletariati të diplomuarve, domethënë të diplomuar pa punë. Nëse ne do vazhdojmë që universitetet tona të prodhojnë student dhe të prodhojnë të diplomuar që janë në ajër dhe që nuk përputhen me tregun e punës, kjo papunësi e kësaj moshe do vazhdoj të rritet. Në këtë kontekst, unë do të thosha që një rrugë është arsimi bipolar, arsimi dual i studentëve tam, pra në një farë mënyrë kemi nevojë për një lidhje midis biznesit dhe universiteteve. Për shembull, po marr një shembull të paradisakoshëm, Banka Kombëtare Tregtare Shqiptare hapi një filial të saj në Universitetin e Durrësit për përgatitjen e bankierëve të saj, dhe ata shkonin në Universitetin e Durrësit, përgatiteshin atje dhe pastaj inkorporoheshin në tregun e punës në bankë sipas nevojave që ka. Ky model, nuk e di nëse vazhdon ose jo, do të ishte shumë i rëndësishëm për ta shmangur një lloj akademizmi shterp. Një model tjetër, profesor, mund të jetë edhe direkt arsimi profesional. Nuk është e thënë të mbarosh patjetër një universitet, del 18 vjeç në tregun e punës, me një profesion që kërkohet jashtëzakonisht shumë. Qoftë elektricist, qoftë hidraulik, ka shumë profesione. Aq më tepër sikurse e dini që efektet e inteligjencës artificiale dhe digitalizimi
do të krijojë dhe një lloj skarciteti në shumë vende pune të tjera. Po natyrisht do të hapen dhe vende pune të tjera, kështu i kërkohet një koherencë e kësaj moshe për të qenë kompatibël me kërkesat e tregut punës. Ndërkaq, mendoj që te kjo fash ka dhe një lloj, të themi, një lloj utopizmi, një lloj vaniteti. Po të vini re, të rinjtë e kësaj moshe janë ankimtar, nuk kanë qejf të punojnë, nuk e pranojnë këto paga. Sigurisht niveli i pagave është akoma i ulët dhe të rinjtë, sigurisht nuk është atraktiv, në një pagë që nuk është atraktive, nuk është e qëndrueshme, nuk e tërheq deri unë. Pra problemi gjithmonë te kjo fash është dhe papunësia më e madhe dhe shifra aty është më e lartë. Pra, nëse do ta ndanim në dy pjesë, janë më të punësuar ata të moshës 40-65 vjeç dhe më pak të punësuar janë ata të moshës 18 deri në 35 vjeç, që është dhe një moshë e rëndësishme e njeriut për të siguruar karrierën, profesionin, të ardhurat e tjerë. Edhe dhënat e Instat, profesor Tushi, e konfirmojnë këtë. Ne kemi papunësi 8.5%, tek të rinjt është në 19%, thuajse dyfishi i nivelit zyrtar papunësisë që ka ekonomia jonë, dhe arsyet janë pikërisht këto që të gjithë duan një universitet, por pa ditur ku do të shkojnë pasi e mbarojnë atë. Edhe Dhe për ta mbyllur bisedën, profesor Tushi, ne i cekëm pak dyja, por doja edhe një koment në lidhje me ata pas 64 vjeç, ata që do të thotë se kanë dalë në pension. Mendoni se realisht kanë të ardhura mjaftueshëm, nuk po flas të gjithë, por mesatarja. Si është? Shikoni, edhe shtresa e pensionistëve e atyri që kanë dalë në pension është e diversifikuar nga pikpamja të ardhurave dhe statusit të tyre social. Dhe kjo është e lidhur me nivelin e pensioneve. Nuk duhet ndonjë filozofi e madhe për të kuptuar nivelin e pensionistëve. Mjafton të themi që rreth 530.000 të moshuar marrin nën 200.000 lekë të vjetra në Shqipëri. Kur, sikurse e dini, minimumi jetik të paktën i përllogaritur deri tani është për 200.000 lekë të vjetra. Pra i bie që jo pak, po më shumë se gjysmën e tyre i kemi që jetojnë në nivelin të themi të minimumit jetik. Pra kemi pensionistë që kanë, kur them moravijën 200.000, po ne kemi të tjerë që kanë edhe më pak se 200.000, 100.000 e tjerë, pa llogaritur këtu pensionet rurale. Ndërsa një pjesë tjetër pa diskutim është janë më të favorizuar nga pikpamja e pensionit. Megjithatë, shtresa e pensionistëve, sikurse e kuptoni, është bërë një gjyle e rëndë në këmbët e qeverisë. Dhe natyrisht ky presioni i tyre për një jetë dinjitoze dhe kanë të drejtë, sepse unë mendoj që pensioni nuk është sadaka, pensioni nuk është mëshirë, nuk vjen nga dora sociale e shtetit, po vjen nga kontributi individual që ka dhënë njeriu në jetë dhe për të cilin meriton të vlerësohet, meriton të trajtohet, meriton të subvencionohet ashtu siç duhet. Kështu që problemi i reformës së pensioneve është me të vërtetë një çështje shumë e madhe. Dhe mos harroni, shtresa e pensionistëve për shkak të plakjes së popullsisë, për shkak të rënies së numrit të lindjeve, të emigracionit që vazhdon përsëri, që kanë larguar, si thuaç, të rinjt nga Shqipëria, që ka rënë numri i lindjeve, sikurse e dini jemi në nivele kritike. Ne kemi një rezultat negativ, pra kemi vdekje më shumë se sa lindje në Shqipëri. Dhe kjo tregon që popullsia do plaket, po nëse popullsia do plaket do të thotë që tregu i punës do rrudhe, po nëse do rrudhe tregu i punës do të thotë që të ardhurat nga sigurimet shoqërore do të bien, pra në një farë mënyrë skemat sociale të sigurimeve shëndetësore dhe të sigurimeve pensioneve sociale do të jenë vazhdimisht duke u përkeqësuar, dhe ky është një alarm i madh. Prandaj thash është një gjyle e rëndë në këmbët e qeverisë, e cila edhe të politikave, natyrisht politikës, të cilët duhet të merren me këtë punë për ta zbutur. Unë e di që nuk është kaq kollaj dhe nuk është kaq e thjeshtë në një vend që ka këtë ekonomi, këtë zhvillim, nuk mund të kërkojmë që pensionet tona të jenë të nivelit evropian, ama një përmirësim i vazhdueshëm i saj përveç inflacionit, përveç këtij, si thua, rimbursimit të inflacionit dhe bonuseve që do jepen në fund të vitit apo në mes të vitit, diçka duhet bërë për të mbështetur ata. Qoftë edhe nga pikpamja shëndetësore, kur sikurse e dini,
të paktën këtë gjë e them me përgjegjësi që niveli i rimbursimit të ilaçeve është në nivele shumë të ulta, duke u llogaritur të ardhurat që kanë pensionistët, të cilët për shkak se janë në gjendje të vështirë, situata e tyre qoftë spitalore, që është hospitalore, janë sëmundshmëria është më e lartë, të ardhurat financiare janë më të ulta, shëndeti i tyre është në rënje, pra kërkojnë një lloj mbështetje edhe nga shteti edhe nga familja. Një problem kompleks për të moshuarit, një pjesë e cilëve përveç halleve të tilla që kanë mbetur dhe të vetmuar. Dhe më lejoni ta theksoj këtë gjë sepse edhe nga mediat shpeshherë nuk evidentohet në mënyrë eksplicite fakti që në shoqërinë shqiptare kemi një rritje të numrit të pensionistëve të vetmuar, të njerëzve të vetmuar që kanë shtëpi, që kanë pension, po nuk kanë shoqërim, nuk kanë mundësi të sensibilizimit, të socialitetit, të sociabilitetit, të lidhjes me njëri tjetrin se nuk kanë fëmijët e tyre dhe kjo është një çështje shumë e madhe që kërkon një ridimensionim të shërbimeve sociale, duke favorizuar ndoshta edhe shërbimet e personalizuar, shërbimet mobile për këta njerëz që kanë pension, kanë të ardhura, i kanë kushtet, po nuk kanë fuqi të shërbejnë vetes, nuk bëjnë dot pazarin, gatimin, larjen e rrobave. Problemi është me të vërtet shumë dinamik. Kështu që unë mendoj që këto politikat sociale që kanë të bëjnë me të moshuarit duhet të rishikohen. Ka një tezë universale që unë e them shpesh, po do e them dhe te ju. Kur shoqëria plaket, shërbimet sociale duhet të rinovohen, duhet të dinamizohen. Dhe kjo është një conditio sine qua non për shoqërinë aktuale shqiptare. Profesor Tushi, ju falenderoj për gjitha mendimet e sjellja në studion e televizionit Skan. Gjithmonë kënaqësi, ditë mbar.